Shqipërisë. A diti që ne kemi edhe sot një marrëveshje për kufirin e gjelbërt, për piramidat, janë akoma ato të kohës komunizmit? Le marrëveshje pastaj për detin që është në ajër. Pra, ne kemi kaq shumë mos marrëveshje sa Greqia në çdo moment mund ta pengojë të hyjë në Bashkimin Evropian duke na kushtëzuar me këtë gjë. Duke na kushtëzuar. Dhe e ka bërë këtë gjë. Pra, marrëdhënia me Greqinë duket sikur janë pak më të mira kur në pushtet atje vjen forca të majta. Por në moment kur atje vjen forca të djathta dhe Greqia këtë pjesën e këtij lobingut ultranacionalist e ka jashtëzakonisht të fuqishëm në radhët e ushtrisë greke, ti mbaj mend ato këngët që bënin rekrutët grek, që do bënin lidhje me zorrët e shqiptarëve, e kanë në strukturat e shërbimeve sekrete, e kanë në strukturat e policisë dhe e kanë shumë të fuqishme në imigracionin e tyre në Australi, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Madje financohen, ka shumë shoqata, se mos të shoqata për Voroj Pirin. Tani, ne kemi parë Fredi Beleri çdo takim mban flamën e Voroj Pirit. Çfarë është Voroj Piri? Voroj Piri është ndryshimi i kufive dhe coptimi i Republikës Shqipërisë. Dhe nëse ti reagon për këtë gjë, atëherë nuk ka faj më Beleri. Nuk kanë faj më ata, e kemi fajin vetë. Nëse ne, në rastin ti sapo pyete. Pra, nuk është puna se autoritetet tona do mbrojnë Artan Hoxhën, thonë si është e vërteta çka ka ndodhur dhe kjo duhet bëhet një kazus për të gjithë të tjerët. Për të mbrojtur gjithë të tjerët që janë mbrojtjet e interesave kombëtare dhe shtetërore të Shqipërisë, sepse unë nuk kam aktivitet në Greqi. Dëgjova që thanë që ka shpallur Shqipëria, thoshte Beleri, edhe gazetar grek. Jo, nuk ishin gazetar grek. Ata që erdhën tek Kacifas dhe krijuan incidente tek Kacifas. Unë s'kam hyrë kurrë në territorin grek të krijoj incidente. Dhe të incidente siç ishte ai i rastit Kacifas. Dhe të tërsuan një ngjarje që s'ishte ashtu e vërtet dhe e peti çfarë peligrinazhi u bë aty dhe u përcoll një njerëz, por që për fat të mirë nuk mori jetë të pafajshmish, për fat të mirë, u përcoll sikur të ishte një martir i një çështje, i çështjes helene. Dhe pjesa dërmuese e opinionit grek kështu e di, pavarësisht se ne themi që ata nuk janë të pandishëm. Është e kundërta.